Rrushi i Tyrezës ofron një mundësi të mirë për të zaventësuar importin brenda një periudhe të shkurtër gjatë vitit, me që prodhimi vendor do të mund të shtojë në mënyrë të qëndësishme për një kohë të shkurtër. Në Kosovë janë të mbjellur rreth 660 hektar me rrush tryeze, me një prodhimtari mesatare prej 9 deri në 12 ton për hektar. Në të njëjtën kohë, importi arrin rreth 3000 ton për vit. Konkurenca nga prodhuesit e regionit është dinamike, edhe për faktin se prodhimi dhe tregtimi nga vendet fqinje është më organizuar. Për të konkuruar prodhimit të jashtëm, prodhuesit kosovar duhet në mënyrë të vazhdueshme të rrisin prodhimin dhe të përmirësojnë cilëtetin, duke përmirësuar teknikat e prodhimit. Një ndryshim efektiv i industrisë është duke u mbështetur nga Ministria e Bujqësisë dhe aktorë të tjerë në sektor. Projekti Mundësi të reja për bujqësi ka spikatur 3 çështje me rëndësi në këtë fazë. E para, Kosova importon rreth 3000 ton në vit rrush tryeze, vlerësuar në mbi 1.2 milion euro. Ky import mund të zëvendësohet nga prodhimi vendor. E dyta, industria e përpunimit të rrushit të verës nuk do të jetë në gjendje të grumbullojë të gjitha sasitë e prodhuara të rrushit të verës. E treta, sipas Institutit të Vreshtarisë dhe Verës në Rall Vec, disa prodhues tashmë kanë filluar me shkuljen e vreshtave me rrush vere. Disa kishin filluar me konvertimin e vreshtave me rrush vere në vreshta me rrush tryeze. Kështu që kjo është vlerësuar të jetë mundësi e madhe për të bërë konvertimin e ardhive të rrushit të verës në rrush tryeze. Kurse për të mbuluar hapësirën në tregun vendor në mënyrë të përshpejtuar, konvertimi i shpejt është qendror. Kjo do të kontribuojë në zhvillimin efektiv të sektorit, krijimin e vendeve të punës dhe shtimin e të ardhurave. Projekti ka bërë një analizë të sektorit të rrushit të tryezës dhe kemi ardhur në përfundim se struktura variatore, teknologjitë e implementuara, njohuritë duhet të avancohen edhe një fije në mënyrë që të mund të luftohet importi në shkallë të dëshirueshme. Gjatë këtij hulumtimi, është vërtet se teknikat e prodhimit janë të njëjta sikurse të rrushi i verës, sikurse të rrushi i tryezës, që në fakt nuk do duhet të ishte kështu për arsye se flasim për dy biologji krejt të ndryshme. Megjithatë, projekti ka qenë i interesuar dhe ka pas mandat të intervenojë në sektorin e rrushit të verës, të rrushit të tryezës. Në këtë drejtim kemi bashkëpunuar me Institutin e Ravecit, kemi bashkëpunuar me Ministrinë e Bujqësisë dhe kemi bashkëpunuar ngushtë me ekspertët lokal, të cilët janë të organizuar në shoqata apo ekspertët individual. Është vlerësuar se prej këtyre 660 hektarëve të mbjellur me rrush tryeze, rreth 130 prej tyre janë në moshë pothuajse të fundit, ku prodhimtaria e tyre veç është dukshëm më e ulët në krahasim me zona tjera, dhe si të tilla perspektiva ose e ardhmja e këtyre vreshtave është domethënë zëvendësimi me vreshta të reja. Po ashtu është vërtet një tendencë e shkuljes së vreshtave me rrush vere, për arsye se sektori i rrushit të verës ka hasur në probleme financiare viteve të fundit. Dhe ky moment është shfrytzuar themi nga institucionet, është shfrytzuar nga projekti, është shfrytzuar nga ekspertët lokal, nga Instituti i Ravecit që të influencohet me qëllim të konvertimit të këtyre ardhive të rrushit të verës në rrush tryeze. Pra, qëllimi ka qenë që farmerëve të dilet në ndihmë, atyre që planifikojnë ngritje e vreshtave të reja të dilet në ndihmë me asistencë teknike, në mënyrë që hapat, domethënë të jenë të sigurt dhe në fund të fundit të ngriten vreshta të cilat sjellin zhvillim ekonomik për familjen dhe për zonën. Konvertimi i ardhive të rrushit të verës në rrush tryeze përfshin shkurtimin e ardhisë ekzistuese deri tek nënshartesa dhe shartimin mbi të i variateteve të rrushit të tryezës. Kemi bashkëpunuar me ekspert nga Universiteti i Bolonjës dhe kemi ardhur në përfundim se konvertimi me shartim do të ishte një prej zgjedhjeve për momentin. Për arsye se e para infrastrukturave që ka qenë në vreshta ekzistuese, sistemi mbështetjes ka qenë i vendosur dhe konvertimi do bëhej mbi ardhit ekzistuese dhe për më tepër këto vreshta të cilat do të konvertoheshin do të futeshin në frytëdhënie spaku një vit më herët.
Për këtë qëllim ne kemi komunikuar me ekspertët ashtu edhe njëherë nga Universiteti i Bolonjës, kemi komunikuar me kolegë agronom në kuadër të Institutit të Ravecit, kemi komunikuar dhe bisedu me shoqatat e produsëve të rrushit në Ravec dhe me produsit dhe kompanitë të mëdha siç është Stone Castle. Kështu që në fund, domethënë, kemi ardhur në përfundim dhe kemi pas një listë të atyre farmerëve dhe kompanive të cilat janë treguar të gatshme që të fillojnë me konvertim dhe në përgjithësi kemi pas 21 farmerë, 21 farma tek të cilat do të bëhet konvertimi. Në këtë drejtim kemi arritur që përpos kësaj teknologjie të re, domethënë të fusim edhe varietete të reja në përdorim të cilat për herë të parë janë në këto zona vreshtare dhe në vitin që vjen domethënë do të bëjmë edhe përcjelljen e performancave të tyre. Kostoja e konvertimit është më e ulët, krahasuar me kostën e ngritjes së vreshtave të reja, sepse sistemi i mbështetjes ngelet po i njëjti që ka qenë ngritur për rrush vere. Vreshtat e konvertuara hyjnë më herët në frutdhënie, në vitin e dytë pas konvertimit, pra një vit më herët krahasuar me vreshtat e reja. I tërë procesi është ndërtuar mbi transferin e njohuriveve për teknikat e shartimit dhe importimin e kalemave apo sythave siç njihet në popull, nga brimet të sigurta fitosanitare. Shartimin janë të bë farmerët, vreshtar, të cilët kanë një provoj në shartimin e ardhisë së rrushit me metodat të hershme për prodhimin e fidanëve, por tu e fal provojës së tyre në shartim, po ashtu edhe trajnimet të cilët i kanë pas më herët, këta janë në gjendje të bëjnë shartime me metodat të ndryshme me cilësi më të lartë. Momentalisht mund të shohim që shortuesit janë duke përgatitur sythat për shortim. Pastaj bëhet faza e shortimit, të cilët do të demonstrojmë në mënyrë praktike. Duhet të cekim që shortimi bëhet në dy mënyra. Tek shortimi me qarje bëhet para lotimit të ardhisë së rrushit dhe në fazën përfundimtare të lotimit të ardhisë së rrushit. Dimenzionet e nënshartesës dhe mbishartesës janë të ndryshme gjithnjë gjatë këtij procesi të shartimit. Nëse nënshtresa është tepër e trashë, përdoren 2 kalema për shartim. Mirëpo, gjithnjë duhet pasur kujdes që së paku njëra anë e kambiumit të mbishartesës të përputhet me kambiumin e nënshartesës. Pra, kalemi nuk duhet vendosur as në mes, por as jashtë rrezës së shartimit. Ne momentalisht jemi në fazën e bëmimit të sythëve dhe përfundimit të lotimit, i cili lëngu do të ndihmon që sythi të jetë sa më i freskët dhe i gjelbër deri në momentin e formimit të kallusit. Prandaj kemi gjetë edhe këtë moment për shortim. Ekipi shartuesve është trajnuar nga ekspert italian, kurse materiali për shartim është importuar dhe kishte status virus free, i liruar nga virusët.
Do është duhet t'i ceki kultivarë të cilët janë në Kosovë, në eksperimente të ndryshme, janë Italia si kultivar, Centinela, Anton Royal, Victoria, Sultanina, edhe disa kultivar tjetë të cilët ma vonë do t'i studiojmë dhe do t'i japim rekomandime për zgjarim të tyre në Kosovë. Pas përfundimit të shartimit, ekipi ekspertëve që kanë udhëhequr me tërë procesin kanë bërë monitorimin e fushave për të parë përqindjen e zënjes, formimin e kallusit, afinitetin për përputhje në mes nën shtresave dhe mbi shartesave, si dhe rënjëzimin eventual. Po ashtu është përcjellë edhe gjendja fitosanitare e hardhive. Investime tjera kanë të bëjnë me pastrimin e fushës nga hardhitë e këputura, si dhe modifikimin e sistemit të mbështetjes prej atij konvencional në sisteme të përmirësuara, T ose V.